Në terren do të kemi rikonfigurimin e qendrës së studentëve, që do të shërbejë si fshat olimpik, që do të pranojë akomodimin në një numër të madh të sportistëve dhe të 12 shkollave ose palestrave të shkollave në kryeqytet që shërbejnë si hapësira për stërvitje. Pastaj do të kemi investime shumë planshme, masive në pallatin e rinisë të kulturës dhe të sportit në kryeqytet. Të cilën do buxheti tash sfundi? Patjetër, domethënë tash është nënshkruar kontrata me Bankën Evropiane për Investime për zhvillimin e projektit ideor dhe skematik, i cili do të jetë donacion për shtetin e Kosovës dhe që i paraprin pastaj negocimit kredisë ndërkombëtare për të siguruar ekzekutimin e një projekti që vlera totale e tij do të jetë ndërmjet 50 dhe 60 milion euro. Do të thënë ngritjen e kompleksit pishinave ose qendrës akuatike që quhet, i cili do të jetë projekt nga e para, do të ndërtohet nga fillimi. Tani jemi në fazën e përcaktimit të lokacionit për këtë kompleks masiv. Është interesant që shumë pak shtete kanë këtë lloj të infrastrukturës, sepse edhe është e kushtueshme në realizim, po edhe më e kushtueshme në mirëmbajtje. Pastaj do të kemi edhe ngritjen e kompleksit të qendrës sportive në Bërnicë ose në ndonjë lokacion që do të na propozohet fillimisht, pastaj institucionet marrin vendimet përkatëse. Do të thotë në tërësi do të kemi një vlerë të përafërt prej 253 milion euro që do të investohet në gjithë ciklin e objekteve komplekse sportive, të cilat i vihen në dispozicion në lorave mesdhetare 2030. Është obligative që 2006 të fillon, sepse nuk kemi kohë më. Objekte sportive duhet kohë të bëhet projekti i tyre, të ndërtohet, të vjen funksion. Kjo lypet kohë. Ne nuk kemi kohë me hub, 2006 duhet të qenë vendimtar i nisjes të objekteve të reja të cilat në parapamje më bu, por dhe ato të cilat do të përmisona për rindërtohen. Ato ekzistuese, kam fjalën. Vetë asambleja tash sfundi në Portugali e dëshmoj që Kosova është në rrugë të mirë, do të punojmë fort në mënyrë që t'i kryejmë kushtet, por edhe ta presim sepse nuk na mungon asgjë, më pak se sa shtete tjera që ne po kemi tash rast në universitete të ndryshme, në kampionate evropiane botërore, po marrim pjesë, besoni që nuk kanë diçka më tepër, por kundrazi na e kemi përgjegjësinë më të madhe kur jemi një koqir, ndoshta edhe për shkak të traditës së mikpritjes që e kemi në vendin tonë. Dhe në këtë drejtim Kosova e pret një ardhmë e ndritshme në sport. Lorat mediterane do të jenë çelësi dhe vula e zhvillimit të sportit në Kosovë.